Aty ku marrë iniciativën e parë shtoj që kam dalë publikisht, Okej. me thyf pikën doganore një azhinë, që më dalë me kejtë familjen me navro shtria Macedone, zoti madh shpëtum. Tani aty me njerë më kanë incizu si e një Euronews, BBC-a, të gjitha mediat balkanike, evropiane kanë shkru për mua, si vdije sa di ku rrezikoj jetën e vetë, familjes të vetë, vetëm e vetëm për ta shpëtu popullatën civile. Këtë më thënë ka qenë hera parë kur ti e ke vu jetën tane. tënde. Këtu në bota, këtu e kom bone një jamën në botë, Po. se jamën si vdije sa di ku s'po mune me ma mësu ndërkombëtar. Kanë pyet çka studion edhe kush është, edhe këtu ma kanë mësu emnin studentja e drejtësisë, humanistja shqiptare. Tani atje jam shku në fakultetin një azhinë, si kam lidh profesora shqiptar, që kam gjetë fakultetit juridike, na organizu me nalë popullatën civile në tokat Macedone. Pastaj kam shkue në për ambasadat e shteteve të Evropës edhe të Amerikës në Macedoni, kam bisedu me ata që mos me lon asnjë qytetar shqiptar që kemi ikë për luftës me dal jashtë vendit, po me qëndru në Macedoni që mori kthy ma shpejt